Përshëndetje të gjithëve, mirëtuam sot një vendim të rëndësishëm për të gjithë fermerët, blegtorët, për caktimin e kriterëve bazë dhe masën e financimit për gjithë sektorët që do të mbështeten nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, e thënë ndryshe skema e subvencioneve, skema kombëtare e subvencioneve. Ky është një vit i rëndësishëm për bujqësinë shqiptare dhe skema kombëtare e përbërë nga skema e subvencioneve që e fillojmë sot. Që kjo është në vijim të një ndryshimi ligjor të bërë përpara 2 viteve dhe aktet në ligjore të këtij ligji janë duke u plotësuar të gjitha. Sot ishte një prej disa akteve në ligjore që kemi plotësuar si detyrim ligjor. Aktualisht janë 10 zona kadastrale, të cilat janë përcaktuar në bazë të një studimi që ne e kemi realizuar përpara disa viteve dhe këto 10 zona janë të mirë përcaktuara në kuadrin e zonave kadastrale. Dhe njëkohësisht në gjithë bashkërendimin e veprimeve së bashku me Ministrinë e Brendshme dhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, besoj që gjithë udhëzuesit që vijojnë të aprovohen do ta përcaktojnë këtë më së miri se si do të vijojë ky proces. Janë në të gjithë Shqipërinë. Janë zona të cilat, siç e thash, i bën referencë një studimi ku dhe cilësia e tokës është më e përshtatshme, por njëkohësisht ka një kriter të domosdoshëm për ta theksuar. Janë të përjashtuara të gjitha zonat me intensitet të lartë bujqësor, le të themi Myzeqeja dhe zona e Korçës,